Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vaji i ullirit, sekreti që shëron artritin për gjithmonë, ja si ta përdorni. Dhimbjet e kockave po kthehen në një problem tepër të zakonshëm shëndetësor, shumë i përhapur kudo, edhe në vendin tonë. Kjo ndodh sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik, ndërkohë që jetëgjatësia është rritur dhe kjo do të thotë se muskujt përdoren për një kohë më të gjatë. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpesh, këto ilaçe kur pihen me tepri janë të dëmshme për stomakun dhe për mëlçin. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve të cilat nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim të fuqishëm tërësisht natyral që bazohet në përdorimin e kripës dhe vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur me polifenol që shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ai ngadalson pllakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes i duhet më shumë kohë për të shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit gjithashtu rregullon qarkullimin e gjakut që rrjedhimisht i mban organet tuaja të shëndetshme. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon kripdeti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban magnez i cili gjithashtu forcon edhe indet. Mineralet e tjera të cilat gjenden tek kripa janë shumë të mira për sistemin imunitar dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë e tepërta të sodiumit, duke ulur kështu tensionin e tij. Nga ana tjetër, ju do të mësoni se kura me vaj dhe krip deti për dhimbjet e kockave është tërësisht e lehtë për të përgatitur. Kjo gjithashtu do t'ju vinë në ndihmë si një nga përbërësit më të mirë dhe natyral që të gjithë ju mund t'i gjeni në shtëpinë tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen për të përgatitur këtë recetë janë një gotë me ujë, 20 lugë gjelle me vaj ulliri dhe 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës që juve do t'ju duhen janë: shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe ato përzjeni së bashku. Masën e përftuar përdoreni për të masazhuar në këtë mënyrë zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet që të zjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të masazhoni zonën e prekur për 10 deri në 20 minuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të shpejta dhe njëkohësisht afatgjatë, kështu ju do të shikoni se si lëkura juaj do të bëhet më e ndjeshme dhe dhimbja do të largohet. Nëpërmjet këtij masazhi, qelizat tuaja do të rigjallërohen, qarkullimi i gjakut do të jetë më i mirë dhe gjithashtu sistemi juaj imunitar do të jetë më i fortë. Në disa raste mundet të vëreni që lëkura juaj do të skuqet, por kundër skuqjes ju mundet që të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ne ju këshillojmë që ju ta provoni këtë kurë natyrale pasi nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi ju mundet që të përfitoni sa më shumë prej tyre. Gjithashtu, ju mundet të trajtoni dhe të shëroni dhimbjen e gjurit me këto kura tërësisht natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë. Me kalimin e moshës, përfundimisht të gjithë përballen me dhimbje të kockave dhe gjithashtu dhimbje të ndryshme ku një prej tyre mund të përmendim artritin dhe reumatizmën.
por ne kemi disa këshilla për të ndarë me ju, të cilat munden që t'ju vinë në ndihmë dhe ju duhet vetëm që të ruani qetësinë. Dhimbjet e kockave dhe kyçeve janë një dhimbje e zakonshme, kështu që ata të cilët tashmë e kanë përjetuar këtë dhimbje e dinë se ajo është pak a shumë një makth. Në disa raste, njerëzit duket se nuk janë në gjendje as të ecin dhe as të ulen. A e dini se gjuhën tuaj mbështesin më shumë se 80% të peshës totale të trupit? Për këtë arsye, ju duhet që të bëni shumë kujdes me gjunjët dhe për t'ju ardhur në ndihmë ne do t'ju tregojmë një recetë e cila i shëron të gjitha këto probleme dhe njëkohësisht ajo është më e kërkuara. Përbërësit që juve do të duhen janë gjysmë filxhani vaj ulliri i ngrohtë, 2 lugë gjelle piperi kuq. Përgatitja: përzieni të gjithë përbërësit bashkë dhe më pas konsumojeni. Ju bëf të mirë. Nyjet më të rëndësishme në të gjithë trupin ton janë pikërisht gjunjët, meqense na ndihmojnë me shumë lëvizje. Gjithsesi, gjunjët janë shumë të rëndësishëm dhe vendimtar gjithashtu edhe për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera të cilat ne mundemi që t'i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre gjunjëve mundet që të sjellë vështirësi dhe gjithashtu të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Dhe nga ana tjetër duhet të dini se ekzistojnë disa ilaçe tërësisht natyrale të cilat do t'ju vinë juve në ndihmë për të trajtuar dhimbjen e kyçeve dhe gjunjëve tanë, por duhet të jeni të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet që të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe artriti. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një verdhë veze, 2 lugë krip, fashë elastike. Rrihni të verdhën e vezës dhe përzieni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fashë elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik për 2 orë për veprim dhe duhet që të mbani fashat për 4 herë në ditë. Gjithashtu duhet të dini se reumatizmën ju mundet që ta luftoni edhe fale limonit. Një pjesë e madhe e njerëzve të cilët vuajnë nga dhimbjet reumatizmale të gjurit, pavarësisht moshës që ata kanë, artriti dhe lëndime të ndryshme dhe të papritura janë të gjithë faktorë të dhimbjes, por përbërësit si 1 apo 2 limon dhe vaj susami janë ata që ju duhet. Ju duhet që ta prisni limonin në pjesë të vogla dhe me një leckë pambuku lidheni limonët në të. Pas kësaj ju duhet që ta zhysni leckën e pambukut në vaj të nxehtë susami. Leckën e vendosni në zonën ku ju do të ndjeni dhimbje dhe e lini ashtu për 5 deri në 10 minuta. Më pas, siguroni që këtë procedurë ju ta përsërisni 2 herë në ditë derisa dhimbja juaj të jetë larguar plotësisht. Por, praktikisht është mirë dhe njëkohësisht e rekomandueshme që ju të konsultoheni edhe me mjekun tuaj. Prandaj, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.